tani jemi drejt si mund ta them një realizëm magjik. I bie që Rama në zgjedhjet e radhës vendosi Agron Llakën përballë Berishës. Në këtë terexhe është ka të ndisur sot që flasin Partia Demokratike. Tani ishin 3 kandidatura tjera në listë që nuk u morën parasysh sepse duhet ishte dhe punëtori i Xenit. Ai që do ishte vendosur si kandidati i Selis Blu. Tani kjo parti ka ardhur i Xenit. Pse e personifikon Florian Binaj si punëtor i shkëlqen Berishës? Të thash që në fillim opinionin personal në lidhje me emrin e Florian Binës. Opinioni politik është diçka tjetër. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me emrin e Florit. Siç theksova dhe në fillim të emisionit, Flori është shumë djalë i mirë. Që them pse them është punonjës i Xenit, sepse punon te Syri TV. Detyrimisht është punëtor i Xenit. Ktu nuk është ofendim, ktu është një realitet. Tani neve kemi ardhur në këtë studio për qenë të sinqert, për qenë të vërtet. Tani kundra imazhit apo personit apo humoristit dhe intelektualit Florianu nuk kam asgjë kundra. Tani unë po të flas për Partinë Demokratike, për procesin dhe për gjithë procedurën që u ndoq. Ai tha do pyesa aleatët sot zaimin e zgjedhur i tij pa ulur në tryezë me aleatët. Dhe këtu unë hy prapë te koherenca e ujkut vjetër në politikë që është Berisha, që do thjesht një emër sa për të ndërruar lëkurën, po mbas ti është po Sali Berisha, me një lëkurë të re. Nga të gjithë kandidatët që ishin, ai nuk ishte asnjë në varësi të vet, përveç se Florianit, që është në varësi të televizionit të birit. Dhe pa diskutim, ai nuk mund ta çonte pushtetin opozitar në duart e dikujt që ai nuk e kontrollonte dot. Po pse do duhet përdorte këtë mekanizëm Berisha, Lesja? Ky mekanizëm do përdoret se nuk ishte tjetër, pasi 2 kandidaturat serioze nuk pranuan të ishin pjesë. Ky donte një gjithëpërfshirje opozitare me një kandidaturë të pavarur dhe pa diskutim që do përdorte asin në mend që e kishte në varësinë e tij. Lesja, në këtë kuadër, se ne mund të mendojmë që tashmë Zoti Berisha mund të jetë përballë edhe presionit të Agron Sheajt dhe ka pranuar, por s'ka pranuar kandidatët e Zotit Sheaj dhe ka nxjerrë një kandidat vet. Apo i bën presion Agron Sheaj Zotit Berisha apo është thjesht një lojë sa për imazhin publik? Unë mendoj që Agron Sheaj ka qenë i sinqert në atë çka ka kërkuar një emër dhe nuk ka deliruar që ta përcaktojë ai emrin pasi ai është koshient që nuk është forca më e madhe opozitare. Për parimin që ka hedhur Zoti Sheaj është okej në argumentin dhe në logjikën e partisë tij, sa ai thotë keqja më e madhe është pushteti dhe pushteti duhet mbledhur gjithë instrumentat për ta sulmuar. Që nuk i ka vënë kushte, kjo duket qartë Aziz, sepse nëse do i vinin kushte do ishte kandidati i Zotit Sheaj, ai që do ishte në listë. Zoti Sheaj ka hedhur ide në parim dhe Berisha pa diskutim që e ka përdorur gjithë këtë marifet për ta pasur prapë në kontrollin e vet dhe të familjes vet. Dhe nuk e çon Partinë Demokratike për ta hapur, sepse nëse do donte ta hapte para 11 majit. Tani duke e parë që munguan resurset, ai çfarë bën? Nuk është sa i e hap, ai gjen dikë që ta vëj në krye të listës për t'i hequr përgjegjësinë e humbjes. Sepse nuk mund të thuash që Floriani do ketë përgjegjësi politike. Përballë kujt do japi llogari Floriani? Kush elektorate ka votuar Florianin? Ka përgjegjësi politike zoti Binaj në këtë 2 luftime me pushtetin? Jo. Bëri një sondazh Sali Berisha midis 3 emrave kush ishte më i pëlqyer për publikun? Jo. Atëherë ne jemi përballë faktit që në këtë parti vendos po Berisha nuk do ta hapi këtë parti, sepse po të donte ta hapte këtë parti, në 11 maj Flor Binën e fuste në listat mbyllur dhe linte jashtë liste Klevis Balliun, Albana Vokshin, Edi Palokën dhe besnikët e vet. Ky është një marifet i vjetër, janë të gjithë kurthet e vjetra të Sali Berishës, të cilat i përdor her pas here duke ndruar stinën në mënyrën si konvenon atij dhe interesit tij personal.
si konvengon dhe si pas interesit personal. Po pa tjetër se po ta donte Florbinën dhe tu hapte PD-ja e fuste një me të majnë listat mbyllura Tiranës. Nuk e linte Florbinën as në listë mbyllur as në listë hapur. Dhe linte besnikët e vetë në listën e hapur për të hapur partinë. Tani, të janë marifetet vjetra që nuk i hanë mas populle. Alesia, në anën tjetër... Pastaj ku e kemi neve sigurin që elektorati djathtë do suportojë zotin Binaj? Jo, do të pyesja para se të kaloj se do të bëj dhe këtë pyetje, por para se të kaloj do doja në fakt të bëj një pyetje tjetër të radhës, cila lidhet drejt për drejt me faktin që edhe Adriatik Lapaj është shprehur pro Florian Binajt. Ditën e sotme zoti Berisha e ka zyrtarizuar. A e ka të mundur Florian Binaj t'i bashkoj gjitha flukset që ndodhin brenda Partisë Demokratike? Tani, në rast parë, reagimi zotit Lapaj në opinionin tim ishte i pritshëm. Mos harrojmë që kur nisi lëvizjen Shqipëria bëhet, zoti Lapaj ka pas dy bashkëpunëtorë në krah që kanë qenë pikërisht Flori dhe zonja Edlira. Apo jo? Që t'jemi korrekt në publikun. Po, është vërtet. Deri diku, në çdo takim Floriani e ka ndjekur është një kthim deri dhe pse jo një suport shoqëror që Adriatiku ja jep. A mund të mbledhi të djathtën për te, që këtu hynë zoti Shea, këtu hynë djathta, Senkeledi, këtu hynë gjithë supportuesit e Lulzim Bashës, Euroatlantikët, këto unë nuk e di. Por në këto minuta që ne po flasim, unë ditë them që nuk po mbledh do të gjithë PD-n. Pa kaluar fare të aleatët, pasi shof në Facebook-un tim, mori fotosh të zotit Binaj me zotin Veliajn, duke pasur një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin. Foto të Veliajt me zotin Binaj? Po, edhe shof në rrjet që janë shpërndar nga demokratë dhe nga shumë antarë të Partisë Demokratike që nga bërë luftim kundra zotit Veliaj dhe kemi ndetur tek ato protestat që u bënin para bashkisë derisa ndodhi momenti i arrestimit tij. Alesia, në këtë situatë kur ju thoni që dhe vetë demokratët janë gati... Pikërisht se pyetja juaj ishte nëse ai përmbledh gjithë faktorët. Dhe unë ty po të kthehem, a përmbledh do të gjithë PD-n pa arritur te Euroatlantikët e djathtas te mundësia. Sepse duke parë një mëri fotosh të zotit Binaj me zotin Veliaj që janë shumë miq me njëri tjetrin, dhe ndërkohë demokratët dhe shumë e shumë tjerë kemi ndetur në 44 protesta tek bashkia për kauzat që ne mendonim që ishin të drejta dhe kemi luftuar, unë nuk e dia do arri të mbaj votat e të djathtës, jo më të shkoj për te tyra. Fakt, në qoftë se qëndrojmë në këtë pjesë, ka reagime të forta sepse ka pas disa zëra që ditën e djeshme i kanë bërë publike zërat kundër Binajt. Te Vernozi e pa shumë postimin. Se Vernozi është një ndër personat më karizmatik që ka Partia Demokratike dhe Vernozi ka bërë një postim ku shifen fotot qartë zotit Binaj me zotin Veliaj shumë të qeshur në një bashkëpunim në një koherencë midis njëri tjetrit. Tani, mbas postimit që Vernozi ka bërë, gjithë antarët e Partisë Demokratike kanë bërë statuse caktuara në të cilën shprehin pakënaqësinë e tyre për procesin dhe mënyrën se si Berisha shpalli kandidatin. Si Berisha shpalli kandidatin? Sepse Berisha duhet të kujtojmë historinë, se historia Ermal na ndihmon dhe të përmirësohemi. Më lër të kujtoj që një ndër arsyet që ne ndoqëm foltoren dhe hoqëm Bashën ishte që kandidatët, deputetët do t'i zgjidhte antarësia dhe pa diskutim, edhe deputetët dhe po shumë kresia. Tani ky del në një konferencë, thot ky është kandidati, pa bërë një sondazh, pa u pyetur fare me antarësinë, dhe këto janë vendime totalisht personale. Pastaj kalojmë tek ajo që them unë ty që është punëtor i Xenit. Nuk ka të bëjë me Florin si individ. Kjo ka të bëjë me ruajtjen e pushtetit opozitar brenda për brenda familjes Berisha. Se ishte Flori, mund të ishte dikush tjetër. Prandaj e ndava çështjen e tij personale nga çështja politike të Partisë Demokratike, që mos kemi keq kuptime edhe për teleshikuesin që na ndjek. Alesia, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, ditën e sotme vetë zoti Berisha është paraqitur në SPAK, nuk ka ndaluar edhe ditën e sotme ti lëshoi akuza ndaj Altin Dumanit duke i vendosur mbi emrin përsëri Troplini. Si e shikoni këtë betejë që po bën Berisha me SPAK-un dhe me zotin Dumani?
Tani, beteja që po bën Berisha është një betejë e denjë për Berishën dhe për të ruajtur pa diskutim interesin e vetë personal dhe familjar. Beteja e Berishës në SPAK-u nuk ka lidhje me betejën që Berisha po bën propozitën për demokratët apo për Shqipërinë. Beteja me SPAK-un është një betejë personale, cilën ai do ta luftojë në mënyrën që di ai. Tani, që soti ai kishte më pak protestu se herët e tjera, ky është e fakt. Po ta vije re. Me kujdes, Sali Berisha kishte humbur protestus cilët e kanë ndjekur gjatë gjithë kohën siç e kemi parë dhe e kanë shoqëruar. Dhe kjo është një shenjë pa diskutim që pushteti i tij sapo vjen dhe po bie. Dhe pushteti opozitar flas, ai pushteti ka ngelur tani. Alesia, në anën tjetër shikoni të Kështu që unë nuk mundur. e shoh luftë fare të Partisë Demokratike me SPAK-un, është lufta personale e Berishës për të ruajtur interesat personal familjar dhe pa diskutim lirinë e vet dhe të familjarëve të tij. E shikon në këtë moment që Partia Demokratike është në kaos, duke qenë se janë 6 bashki, ne jemi të fokusuar më shumë te Tirana, por janë dhe 6 bashki tjera të cilët nuk po reagon Partia Demokratike të nxjerrë një kandidat. Shikon një kaos brenda PD-s në këto momente dhe anë dihen të zhgënjur demokratët me zotin Berisha. Demokratët janë më të zhgënjur se kur dhe PD është drejt bojkotit saj si parti politike. Sepse është vendimi më i keq që mund të marrë një parti politike të hyjë me kandidat pavarur. Se nëse ti po hyn me kandidat pavarur dhe pa logon e Partisë Demokratike, për çfarë je ti Parti Demokratike, për çfarë je ti parti politike? Dhe kujt i shërben ti kur ti nuk e kandidat? Sepse PD-ja ka dhe një histori, ka një ideologji, këto hishen për konservator dhe tani të vënë dhe të majtë në krye të listës që t'i prit gjithë betejës demokratëve, kjo është një çështje tjetër për të diskutuar. Apo jo? Shumë e vërtetë. Se ka qenë Berisha atë kohën që ka sulmuar Sorosin, Po, pa shumë punë. Si mund